në Shqipëri kthehet kur ishte i madh, ishte 20 e sa vjeç dhe kur bëhet kryeminist. Pra ishte politikan. Ndërkohë, klerikët, ata që përkthyen tekstet fetare, ata që bën statutin, ata që bën kongresin e Korçës, që bën kongresin e Beratës, ata që negociuan, ata kishin një merit shumë të madhe. Dhe kjo për të krijuar çfarë? Entitetin fetar shqiptar. Siç ka ndodhur me Basinë Islame të Shqipërisë, e cila u pavarësua me negociat me Basinë Islame të Turqisë, pikërisht në vitet 22-23. Fizdalliu ka një rol të jashtëzakonshëm në atë moment, por edhe shteti shqiptar i kohës. Një prej themeluesve të revistës Zona e Lartë, një personalitet i madh i kohës, por edhe sot gjurmët e tij janë prezente. Kulla, atë çka e përmendëm pak më herët se kemi një plejad të autorëve jo shqiptar, siç janë Noel Malcolm, Oliver Schmidt, Natalia Klajer, apo së fundmi Minkov, një studius bulgar, kur flasin për çështjen e fesë së shqiptarëve gjatë perandorisë osmane, pra i shohim se janë autorë të huaj. Sepse autorët e huaj kanë pasur më thellë të kanë shkaktuar debat, por janë më kollaj të shkojnë në arkiva dhe kanë qenë më të depolitizuar. Do të themi të vërtetë. Politizimi i çështjeve tona na ka çuar këtu ku na ka çuar. Për shembull, ne kemi një histori që është në Kosovë. Pra, Malësia e Rrugovës është kthyer në Islam pasi ka ikur Perandoria Osmane. Është fakt historik. Pse u kthye në Islam pasi ka ikur Perandoria Osmane? Për të ruajtur shqiptarizmin, sepse ndryshe do të asimiloheshin, siç u asimiluan viset të tjera. Duke thënë besimi ne të krishterët kundër muslimanëve të tjerë, pra kundër turqëve. Kemi shembullin për shembull, e dini ju kur ka ardhur Islami mes shqiptarëve? 200 vjet para se të vinte Perandoria. Kemi dëshminë e xhamisë vjetër të Beratit. Edhe në Kosovë ka dëshmi. Berati është në Dragash kemi. Berati është qytet historik i mirë pranuar nga të gjithë. Pra është një nga qytetet më të vjetra që kemi. Ndoshta që në kohën e Perandorisë Romake. Tregtarët shqiptar që tregtonin në kohën e Bizantit me lindjen e mesme, pra me Persin, me ato që sot lindja e mesme e tjerë. Apo dhe Afrikën Veriore dhe pjesë. Shkonin dhe panë që atje tregtoi, u pasuruan, kishin marrëdhënie shumë mira dhe e morën dhe ndërtuan objekte fetare në respekt të atyre me cilët punonin. Dhe këto kanë qenë 200 vjet përpara se të vinte Perandoria. Perandoria ka ardhur vonë, relativisht. Perandoria është vendosur pas vdekjes së Skënderbeut 10-12 vjeta, 15 vjet pas vdekjes së Skënderbeut tamam tek shqiptarët. Pra, shumë e rëndësishme që ata që merren me historinë të mos e shohin historinë me syt e politikës. Dëshmitë janë shumë të rëndësishme, siç për shembull është shekulli i Voskopojës tek ne. Shekulli i Voskopojës është në mesjet në Voskopojë, një komunitet arrumun, ku është ruajtur gjuha shqipe, ka pasur 40 shkolla dhe akademi. Në mesjet, në gjuhën shqipe. Nuk është gjë e vogël. Një pjesë atyre që ne njohim sot si themelues të rilindjes tonë e kanë origjinën aty, si një pjesë e ka tek arbreshët. Pra duhet t'i shohim me sy të ftohtë.